për kur gjo. Gjesti ka luftu për pozitën e vetë edhe e ka arrit. Kur shkojmë të viktimizimit, gjithë na jemi viktima ka pas kohë. Edhe është shumë normale që me pranu vetën që kera prej je bo viktim. Jo me u viktimizu me shit mës me qenë, por me qenë viktim e qëfar do lloj mashtrimi është shumë normale. Edhe duhet me qenë normale, se tanë kena me qenë në moment caktum pjesë e një mashtrimi ose që ka di unë viktimizimi është pjesë e jona njëse si të në tjerat. Të gjithë kanë qenë viktim kohë pas kohë. Kush më shumë Antigona? Po se di, mu ma te për ma kalujt viktimin Laerti sa asë njoni. Tanë kohën ka qenë një farë presioni që nuk i takon asaj bote, po ai është aty për punë të një kauze ose një nevojet e ti personale, edhe nuk e kam pa me të kallëzu të drejtën, kam prit shumë ma shumë prej ti. O Eglia, ka pas viktimizime? Po gjithë kanë pas. Ka pas momente caktume, kur ti je i trishtume emocionalisht, pse mës mi kallëzu atë, pse mës mi kallëzu? Qëta dimenzione? Pse mës mi kallëzu kush po mendon ti që e ka fajin, edhe kush po mendon ti që ta ka dhënë qatë dhimbje. Për shfarë mendon ti Antigona, a e meritoj Laerti finalen? Laerti e meriton gjithsesi finalen, sepse është figurë e cila tërhek vëmendje, e vetëmja e metë e Laertit, që ka mujt me pohën për qëta 4 muj, është që ka qenë shumë i lexueshëm. Shumë ka qenë, ti saktë ke ditë si ka me reagu Laertin në se cilin rrëthan. Situatë. Tu e këqyre një tjetërin, Labi, gjatë kësa jave ishte dhe dasma e Gjestit me Eglin. Apo më të regon qëli është mendimi jëtë për këtë qeft? A janë real, a nuk janë real? Unë akoma për vete kam shumë probleme me besu në qifte që kryohen brenda formateve të tilla, sado që kohana ka vërtetu që shumë prej tyne kanë funksionu, ashtu si që ka qenë Luizi me Kiarën, apo Bardi me Sarën, që Bardi me Sarën edhe ndër qiftet që më pëlqenë mas shumë të prisho bizit, po kur jemi të Egli edhe të Gjesti, unë nuk besoj shumë lidhjen e tyne, se më duket pak e njanshme. Nuk ta jep atë për besimin. Nuk e di, Gjesti nuk më duket mjaftu shumë i tërheqëm prej Eglit, në ndërkohë që Egli më duket shumë e obsesionu me mbas ti, edhe mendoj që doza e obsesionin ndaj Gjestit prej Eglit është rrit akoma që prej daljes e saj edhe rikthimit, masi që e ka pa bujën që Gjesti e ka bu jashtë edhe normalisht, kjo mundet me qenë edhe taktike saj e